Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër kanë ardhur disa pyetje nga rasti i Bajram Kurbanit, edhe jem duke dhënë përgjigje duke ulur në aeroporti Doha Abu Dhabi. Pyetja e parë ishte nga vllai jon Omar nga Australi, që në një shtëpia, në qoftë se janë baba, mami, edhe djemë të rritur janë martuar, atëherë sa kurban ka nga një shtëpia? Se zakonisht njerëzit mendojnë që mjafton një kurban nga një shtëpia. A është ashtu e vërteta? Atëherë, vlezër, përgjigja është, sipas mazhabi Imam Abu Hanifa rahimahullah, kurbani është vajib mbi çdo besimtari balig që është pronari i nisab. Edhe duke parë kohën e sotëm, ne flasim për pronari i nisabi floriri. Çdo njeri që ka në pronën e tij ditën Bajram Kurbanit, dita e parë, dyti, treti, domethënë 10, 11, 12, 3 ditë që ka dita kurban, në ato 3 ditë, në qoftë se një njeri është pronari pa asnjë borxh, 88 gram flori, ose afërsisht 7.000 ose 6.500 euro pa asnjë borxh, ai ka detyrë nga Allahu madhruar, domethënë wajib të thirr kurbani. Tani, në një shtëpia nëse baba ban lekën e vet, djem punojnë edhe mbajnë lekat e vet në pronën e vet, gruaja ka pasurinë e vet, ngaherë ka edhe shariati ka lejuar. Atëherë, çdo njeri ka detyrë të thirrë nga ana vet kurban, nuk mjafton një kurban vetëm nga një personi, edhe quhet për gjithë shtëpia. Për çdo pronari nisabi ka kurban. Edhe Imam Abu Hanifa rahimahullah thot, adhurimi i shariati, çdo njeri ka vetë përgjegjësia. Si namazi çdo njeri ka detyrë të falet, jo vetëm një njeri në shtëpia. Ashtu haxhi, çdo njeri që ka mundësia, kur vjen mundësia ka detyrë të bën haxhi, jo që një njeri ka bërë edhe për gjithë quhet. Ashtu zakati është, ashtu agjerimi është, edhe ashtu është thirrja kurban. Po, vetëm për një personi që një njeri mban gjithë hisabet, një njeri ban gjithë llogaria, edhe në dorën ti është komplet kontrolli pasuri, punojnë gjithë në shtëpi, apo leka japin në dorën një njeri, në dorën e babi, ose në dorën vllai i madhi, atëherë mjafton nga gjithë një kurban. Kurse ashtu, Allahu xhaleshanu është duke thënë, fasalli li rabbika wanhar, falu namazi për Zotin tënd dhe thirr kurbani. Nga këtu kurbani është wajib, se është urdhi Allahu xhaleshanu. Dhe hadithi dërgu Allahu xhaleshanu, man wajada sa'atan yudhahi, falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kush e ka gjetur mundësi për të thirrur kurban, domethënë është pronari i nisabit, ka mundësia për të ble kurban dhe për të thirr, atëherë le të thirr ose le të merr pjesë, nëse nuk thirr dot kurbani, ai personi nëse nuk thirr prap, atëherë le të mos afroj tek faljes ton, vendi faljes ton kuptimi është ditën Bajram, ku falemi, pse derisa nuk thirrti kurbani, çfarë lidhje ka ti me shariatin tim? Kjo është umërzitje e madhe nga dërgu Allahu xhaleshanu. Ashtu fjala përdor dërgu Allahu xhaleshanu në raste të veçanta. Edhe prandaj kurbani është detyrë mbi çdo njeri që është pronari i nisabit. Kjo është mesela. Mesela dytë është një vllai ka bërë pyetje dje që presja thonja ose heqja flokët, presja mustaqja ose rregullimi mjekra, personi që bën kurbani, ai që ka për të thirrur kurbani, ai është detyrueshëm të mos pres ato nga pamje hëna e pari e Dhulhijjes? Jo, përgjigja është që është mustahab. Dërgu Allahu xhaleshanu ka thënë mas mirë nga flokët e tij, ato gjitha muhaddithin kanë marrë, edhe imam mustahidin kanë marrë si mustahab, nuk ka bërë detyrë. Më e mirë është, më e pëlqyeshëm është një personi që ka për të thirrur kurbani, vetëm vetë që ka për të thirrur kuptimisht, jo kasap, ai që ka detyrë kurbani, ai personi më mirë është
تمس هیچ فلوکت مستاچدتی ثنیتتی اذا ay mer sawabi eذا ditan bayram qurbani kurser qurbani ne veta ter prese de ثنیت de flokat vet ki öste primi palchusham yo de turusham ki östeni pitte tetra iste kur filon takbirat filoen gadita e pare dhul hijja si personal ثاني امام يسمى شم ذكري اللبيك الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد por may mira o sa to chen de tur takbira chen wajib bijdo besimtari pas pes namazat ato filoen gadda tanent manje se dhul hijjas do masan dit arfati filoen adam baroen ditan trem bazid tere namaze kindi che bien izete tere namaz تو سین تکبیر شو واجب نی ہر منیموم نی چف سہارو نی مامی لیت کوئی تو ہے جماعتی نی پیتیا تیت رئیشتے چے قربانی کر اب اشکوید میں قربانی عقیقہ پایو پتے تر نی چف سدی کچھ قید قربانی ہے عقیقہ ایو بشکوید کبتی میش چے نانی کافشا چیش لوپ اسے دیوے بہن اشتاد پیس دو پیسین پر عقیقہ پیسین پر قربان اشت لیوار کیوش کبتی می یو چنانی داشت بیت دویا نک بیت دویا نی پیتے تیت راشتے چے دی کچھ کا اکو منو کا اجڑو ور قضا تا رمضانت تنیا منتبی قضا باش میں تو اجڑی مت نین دیت تذل حجس پر جی جاس چے اپاری دوت بی آئینیت پر قضا اذا نسبین قضا رمضانت تو دیت انشاءاللہ دے فتن ثوابی پر نین دیت تذل حجس تو یعنی پیتیت انشاءاللہ بے سوچے کنی فتو وردش کا اللہ اش میں دیتوری وفوق کل ذی علم علیم واللہ اعلم بالصواب دی اللہ اش میں میری